Me qënë se kishtë qënë pjesë e reprezaljeve qeveria bëri në popull. Jo në të gjithë periudhën, po sidomos periudhën në fundit. Kur filluan protestat për firmat piramidale, u rafën njerën, u vëran njerës. Dhe emri i Shikut ishte vërtet shumë i keq. Pse? Edhe me ligj kishte kompetenca ekzekutive. Shiku mund të arrestonte, mund të mbante para burgimit, këtë thash. Kështu që gjë e parë që bëm ne ndrum ligjin. Shiku ngeli vetëm institucion informativ. Kishte drejt me arrestu kërkën. Absolutisht asgjë. Se deri në atë kohë ka pas drejt me arrestu? Po. A është e vërtetë se kom pas intervista shumë edhe me doktor Berishën, e kom pyeta më ka thonë që veç Zair Bayaziti është arrestu. Nuk është arrestuar Adem Jashari, komandanti legjendar. Si është e vërtetë në fakt? Se di, është të janë arrestuar, dhe Hashimi është arrestuar. Kështu që Edhe Hashim thotë nuk që e është di sa, arrestuar. po. Kështu kam dëgjuar zonë. Se ato nuk kanë lënë dokumenta për këtë punë. S'kishte në arshiv dokumenta, thonë. Pastaj e rëndë është që ata u futën në Kosovë, punica, dhe u arrestuan atje. Po për se shumë herët kam vetë për patriotin e madh Remzi Hoxha. Ke gjetë diçka në dokument? Jo, s'la njëri dokumenta. Kur erdha unë në Shik, me erdhi familjarët e Remziut, dhe më thanë kështu. Pastaj filluam, caktova njerëz që u morën me këtë, në bashkëpunim të fortë me prokurorin. Nuk e bën vetëm, se prokuroria është organi zyrtar që duhet merresh me atë punë. Jo Shiku. Shiku punon për kryeministrin dhe presidentin, por natyrisht bashkëpunon edhe me policinë edhe me, po nuk e ka detyrë kryesore. Kështu që ne e morëm më shumë përsipër me qenë se ai ishte arrestuar nga Shiku dhe ishte vrarë nga Shiku. Nga vrarë nga Shiku? Po. Shiku, se shumë herë doktor Berisha po besoj ke bojë intervistat t'akuzon ty. Po jale më se pas u merrni me Berisha, nuk është njeri që besohet. Absolutisht, them eksperiencë personale, nuk po flas si shefi Shikut tani. Ish shefi Shikut. Po flas si një qytetar që e kam ndjekur Berisha. Berisha nuk besohet për asgjë. E po thu që Remzi Hoxhën e kam vrarë shishi asaj kohe? Po më kanë vranë lesh, të ka që dim se në arritëm deri te rohet i kishin qenë prezent, po të gjithë njerëzit kur iku Gazidedja dhe Berisha hoqi dorë dhe u bën zgjedhje dhe dihesh që do humte, nuk do ishte më në pushtet, të gjithë njerëzit që ishin implikuar me vrasjen e Remziut kishin shku jashtë. Kishin shku me pasaportat diplomatik të firmosme nga presidenti i vendit. Ishin në Angli ato. Po dikush kush e sheket intervistat, po edhe në 21 shtator 1998 është vrarë ministri i mbrojtjes Ahmet Krasniqi. Në kohën kur keni qenë edhe ju në krye të shesh. Është vërtet. U përpoq prokuroria, u përpoqëm dhe neve që ta gjenim, ai bile banonte në shtëpinë e një. Jo, është vrarë në atë kohë, po tham prej, po është vrarë në atë kohë. Po tham që është vrarë në atë kohë, në vitin 1998. Po. Jo, s'thash jo, thash është vrarë në atë kohë. Okej, është vrarë, është vërtet. Po. Dhe natyrisht ishte detyrë shtetit shqiptar që tregonte se të faktën të gjende kush ishin vrasit, kush ishin ata që ishin porosit vrasin. Edhe është gjetë sot e asaj kohe? Nuk është gjetë akoma. Çfarë mendimi keni ju, profesor, për këtë vrasje? Nuk e di. Tani do ishte gjuna që unë të them një gjë në opinion do, se di vërtet. Mos i bie më qafë kërkujt. Po dhe ati si figurë. Se ai quhesh që ishte ministri i mbrojtjes, pa akoma s'ishte mbrojtje. Nuk ishte akoma ministri, Nuk ishte ministri. Ja kishin dhënë fjalën që do ishte ministri i mbrojtjes. Unë kam takuar 2-3 herë, se vinte për farkun. Çfarë mendimi keni pas për ta personalisht? Pozitiv, ishte njëri që normal. Por çështja e tyre s'ishte aq normale. Pse?